Siguria ushqimore është objektivi kryesor i qeverisë shqiptare dhe duhet të jetë në qendër edhe të pushtetit vendor. Drejtuesja e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Bashkinë e Vlorës, Aulona Veizi, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, duke folur edhe në këndvështrimin e specialistes, thotë se duhet patur kujdes me farat dhe fidanet që hyjnë në vendin ton, pasi nuk garantojnë një mall cilësor në treg. Madje, si për të ilustruar këtë gjë, Veizi thotë se edhe qepa paraqitet me probleme. Dikur në Shqipëri kanë qenë 12 institute që bënin të mundur studimin e farave dhe fidanëve dhe më pas dilin në konkluzionet detajuara, por sot fermeri i blen ato pa u studiuar më parë dhe gjendet përballë faktit që në një fazë të mëvonshme t'i spërkat me pesticide, duke përbërë kështu rrezik për konsumatorin. Më dëgjojmë shumë për mbrojtjen e konsumatorit, për produktet që kanë shumë helme, që kanë mbetje pesticide. Ajo çfarë do të sugjeroja dhe që duhet të jetë një objektiv shumë i fortë i qeverisë, i bashkive, i gjithë specialistëve është problematika e farave dhe fidanëve. Nuk jam kundër ardhjes së farave fidanëve të certifikuar konform ligjit dhe ardhjes së tyre në vend. Por këto duhen studiuar, a janë për territoret, për cilin territor janë, për cilën klim, tok, ambient, pra që të fusim farë dhe fidan të huaj, duhet të studiohen përpara se fermeri ta marrë dhe ta mbjellë. Dhe çfarë ndodh që dëgjoja dikë që edhe qepa aq shumë spërkatet sa edhe 3-4 ditë përpara se dalin në treg, deri te qepa ku mendoj që një konsumatori normal nuk i shkon mendja deri te qepa, gjithmonë flitet domatja, kastraveci, por dhe qepa. Do t'jap këtë shembull për të kuptuar që nuk është fermeri që trajton kaq fort në këto bimë dhe këto frute që dalin. Ai është i detyruar, për arsye se duke ardhur fara fidani pa studiuar, vjen nga India, nga Kina, nga kushdo vend që të vi, dikur kur kanë qenë institutet në gjithë Shqipërinë, kanë qenë 12 institute të cilat studionin farë fidan dhe hapeshin baza eksperimentale, ku mbas 2-3 vjetësh dilin me konkluzione dhe me raporte të detajuara në cilat zona përdoret ky farë fidan, në cilën klim, në një të përcaktuara, pra, dhe kjo ishte me studim që pastaj i kaloi fermerit për ta mbjellë. Sot fermeri blen farë fidan në treg, e mbjell pa o konsultuar dhe pa e ditur fare se nga vjen çfarë kushtesh do, e mbjell dhe për t'i rezistuar këtij frutit që ai ka investuar, natyrisht shikon alternativën e vetme, spërkatje derisa të dali. Veizi ka edhe disa këshilla për fermerin, biznesin, por edhe qytetarët. Sipas saj, për të futur në Bashkimin Evropian, duhet kemi produkte shqiptare dhe kjo bëhet me fidanishte të mëdha, pasi kemi karakteristika shumë të mira dhe të veçanta si vend. Veizi thotë se duhen fara dhe fidan shqiptar. Unë sugjeroj dhe propozoj që ky elementi i futjes dhe importi fara fidan duhet që të shtoj biznesin sërish prap me biznesin e kam, sa ne jemi një tani shoqëri biznesi dhe jemi të hapur që një biznes janë fidanishtet e mëdha. Që çfarë do të thotë? Fidanishtet prodhojnë farë fidan autoktone të vendit, sepse ne duke për të futur në BE duam autoktoni, nuk mund të futemi me fruta, me vere, me rrush të huaj në Francë, në Itali, ne duhet kemi produktet shqiptare. Dhe kjo bëhet me fidanishte të mëdha, me fara fidan shqiptare, vendese ne kemi karakteristika dhe i kemi shumë të mira, i kemi dhe shumë të veçanta, pra krijimi këtyre fidanishte të mëdha dhe në epiqendër e gjithë punës së fidanishteve të jenë laboratorët e kulturave in vitro, do të jetë një hap shumë i rëndësishëm, i sigur drejt sigurisë ushqimore, por dhe për fermerin që të mos jetë i konfuzuar. Duhen krijimi i këtyre parcelave që të jenë me autoktoni, me farë fidan shqiptar. Për të garantuar cilësinë e produkteve që konsumojmë, duhet që fermerët të bëjnë kujdes kur blejnë farat dhe fidanët e më pas për t'i nxjerrë në treg produktet e tyre. Ndërsa Veizi thotë se në këtë këndvështrim duhet që edhe qeveria shqiptare të ketë rolin e saj për të garantuar sigurinë ushqimore.